e fundit që kam është plani i parkimeve. Na duhen më shumë parkime në të gjithë territorin e Shqipërisë, territorin urban të Shqipërisë. 2 parkime të mëdha nisin shpejt së shpejti, njëri tek sheshi përpara universitetit në Skel dhe njëri tek sheshi i madh i Lungomarës, të cilat do të akomodojnë, në mos gabojmë, 600 makina të dyja bashkë, 250 njëri dhe 350 tjetri, diçka e tillë. Çfarë si ka, domethënë 2 parkime, por nuk mjaftojnë. Prandaj juve, se këtu ka dhe shumë investitor, përveç se operator, juve duhet ta merrni këtë gjë si një investim të rëndësishëm me kthim të shpejt. Ai është një hotel ndryshe. Ai parkimi nuk ka as çarçaf, nuk ka as kuzhinier, nuk ka as magazinier, nuk ka as gjë tjetër, ka vetëm vendet ku parkojnë makinat dhe është një investim fitimprurës shumë i dobishëm. Kështu që mos shikoni çdo hapësirë për pallat, se nuk mund të mbushim lagjet me pallate, po shikoni hapësira që janë të kthyera, janë midis pallateve, apo janë pranë pallateve, bëni marrëveshje me pronarët dhe bëni parkime. Bëni parkime me pagesë. Do t'ju kthehet në një mirësi të madhe si operator turistik për qytetin. Ne po e bëjmë planin, do ta lançojmë së shpejti, qoftë për parkimet që do financojnë entet qeveritare, qoftë për parkimet që do financojnë bashkitë, në bashkëpunim me privatët, qoftë për parkimet që duan të bëjnë vetë privat. Dhe nuk është e thënë që përkundrazi, që një parkim të jetë vetëm nën tokë, mund të bëhet nën tokë, mund të bëhet dhe mbi tokë dhe mund të bëhet me arkitekturë të bukur që të jenë si godina realisht të rejse në qytet, ndërkohë që aty futen makinat. Dhe kjo sjell të ardhura. Ka plot hapësira në Vlorë, mendoj unë akoma, që mund shfrytëzohen për bërë parkime. Parkime nën toksore dhe mbi toksore të kombinuara njëra me tjetrën, se këtu nuk është kollaj të futesh shumë thellë, sidomos afër detit, po janë mundësitë për të bërë parkime. Kështu i bëni parkime.